Destinacione tradicionale evropiane si Spanja dhe Portugalia vijojnë të mbeten ndër më të frekuentuarat nga turistët, por gjithnjë më shumë vëmendje po marrin edhe vende më pak të eksploruara që ofrojnë qetësi dhe përvoja autentike. Sipas një artikulli të publikuar në median britanike GB News, disa destinacione të ashtu quajtura xhevahire të fshehur po tërheqin interes në rritje, ndërto edhe Bregdeti shqiptar. Ekspertja e udhëtimeve Laura Evans Fisk nga kompania Eurochange rekomandon që këto vende të vizitohen sa janë ende relativisht të pazbuluara, përpara se të përballen me mbipopullimin turistik. Sipas saj, Shqipëria po shfaqet si një alternativë gjithnjë e më e preferuar për pushime verore, fal kombinimit të çmimeve të përballueshme dhe natyrës së paprekur. Ndër destinacionet kryesore të sugjeruara në Shqipëri janë Ksamili dhe Porto Palermo, pjesë e Rivierës shqiptare. Ksamili njihet për plazhet me rryrë të bardhë dhe ujërat e kristalta, duke u cilësuar shpesh si Maldivet e Evropës. Zona ofron kushte të favorshme për pushuesit që kërkojnë relaks dhe pamje natyrore të veçanta. Nga ana tjetër, Porto Palermo ofron një ambient më të qetë dhe më pak të frekuentuar, me një gjip piktoresk dhe një gadishull të vogël që lidhet me tokën. Një nga atraksionet kryesore është Kalaja e Alipash të Pelenës, një monument historik që shton vlerën turistike të zonës. Sipas të dhënave të fundit, rreth 11.7 milion turist vizituan Shqipërinë në vitin 2024, duke shënuar një rritje prej 15% krahasuar me vitin pararendës. Ky trend tregon një interes në rritje për destinacionet shqiptare, të cilat po konkurrojnë gjithnjë e më shumë me vende tradicionale të Mesdheut. Zhvillimet sugjerojnë se Shqipëria po pozicionohet si një alternativë serioze për pushime verore në Evropë, veçanërisht për ata që kërkojnë qetësi, natyrë dhe çmime të përballueshme.